I do qoftë miq të dashur, zgjim jo dhe aq i këndshëm për Shqipërinë e Mesme, megjithatë papasoja duket në dëme materiale deri tani, në njerëz jo, ka qenë rreth orës 5:05 minuta miq të dashur, tërmeti mëngjesin e sotëm dhe sigurisht shqetësim ka pasur për shumë banorë cilët kanë dalë nga shtëpitë e tyre menjëherë. Ndoshta jo për shkak të goditjeve dhe pas goditjeve, po se siç e thash më herët për shkak të kujtimeve jo dhe aq të këndshme. Sidoqoftë, ka pasur tërmet edhe në lindjen e mesme, edhe në Washington. Trump e shpalli të mbyllur luftën 12 ditore mes Izraelit, Iranit dhe SBA-ve në fund fare, me një goditje, një kundërgoditje dhe tani shtrëngim duarsh dhe ulje në tryezën e bisedimeve. Kështu ka qenë njoftimi i presidentit amerikan miq të dashur mbrëmjen e djeshme dhe tani më vjen shumë keq për të gjitha ato emisione mbrëmjen e djeshme të cilat kanë folur gjëre gjatë dhe për të gjithë analistët e shkretë të cilët u munduan të na tregojnë se marrin vesh edhe nga konfliktet në lindjen e mesme, edhe nga situata mes Izraelit dhe Iranit. Tani do i rikthehen fatkeqësisht temës së mërzitshme të Palestinës dhe temave të aktualitetit shqiptar, një aktualitet i cili gjithashtu varet shumë nga ndërkombëtarët, është në pritje. Lapsusi më i bukur i gjitha kohërave ka qenë ditën e djeshme miq të dashur, kur sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, teksa po sqaronte para gazetarëve aksionin në Teheran, e ngatroi me Tiranën. Fatmirësisht nuk ka ngatruar adresën e droneve dhe bombave, por vetëm artikulimin publik, por fakti që i shkoi mendja te Tirana do të thotë që edhe Tirana është protagoniste në disa biseda në Washington, plus që ngjajnë edhe termat. Ndaj miq të dashur, le të shpresojmë që do të ketë një vëmendje të ndërkombëtarëve pas atij lapsusi freudian, le të shpresojmë, me përfshirjen e Tiranës. Ndaj pyetja për sot në 069 27 22 27 2 miq të dashur është: ti presim ndërkombëtarët? Po i presim ndërkombëtarët. Çfarë do na thonë ndërkombëtarët? Si do reagojnë ndaj asaj që ka ndodhur në Shqipëri në 11 maj dhe pasaj, sigurisht pasaj është mandati i 4 i Edi Ramës në krye të qeverisë. Ndërkohë, jam shumë i keqardhur për kolegen tonë të redaksisë së Kafe Shqeto, e cila ka një javë që tenton të na mbushë mendjen që duhet të kishim bërë një temë për luftën SBA, Izrael, Iran. Nuk e di pse një pjesë e jona ishin të bindur që nuk ishte ndonjë temë që duhet diskutuar, do mbaronte shpejt, do kalonte pa u ndjer. Ashtu ndodhi. Ja tham, po s'kemi çfarë i bëjmë tani. Ndërkohë miq të dashur, le ta ndiqim pak të lapsusin teknik të sekretarit të mbrojtjes kur tregonte se si i individualizuan adresat ku do shkonin bombat në Teheran dhe padashe thot Tiranë. Highest of operational security. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, not Tehran, excuse me, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. In that way, it was historic. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operation of the MOP, a massive ordnance penetrator. The mission demonstrated to the world the level... Shpëtuam për fije peri, miq të dashur, ndërkohë rikujtoj numrin tonë të telefonit të 069 27 22 27 2. Kemi hallet tona këtu, ka pasur plot video të çuditshme dje nga Shqipëria. Më e çuditshme është një moment terrori në Vlorë. Mirë, po ajo që është më e tmerrshme është që për vlenjatët nuk ishte asnjë moment i tmerrshëm shumë, ishte thjesht një ditë e zakonshme trafiku ku një qytetar po vendosi ta përplaste makinën e tij në mënyrë që le të themi jo dhe aq turistike, le ta quajmë, por duke gjykuar nga sjellja e mediave pranë qeverisë, nuk pas ka qenë armik i klasës ky, do ke qenë ai shoku jon, ndaj le ta shohim pak njërin që vendosi të bënte vetë gjyqësi me makinë. Mirë, kam e 10 video të këtij momenti nga këndet të ndryshme. Ky djalë do të ketë me vërtet shumë GTA. Tani ka pritur GTA 6-ën edhe prandaj është frymzuar kështu. Kjo është tani ta themi të vërtetën. Me aq shumë nuk i di rrethanat e ngjarjes, absolutisht e tmerrshme ajo që ka bërë zotëria, e dënoi me forcë, por për të qenë sinqert, kur ta presin rrugën në trafik, sidomos të shkathtit të daljet e unazës madhe, të ato hinkat e ndyra,
ndërkohë që është vargu 1 kilometër, vjen e njëri futet kështu edhe bën sikur se ka mendjen, të vjen t'ja bësh pak kështu. Sidomos kur e ke makinën e madhe dhe ai tjetri futet në një panda si kjo, të vjen ta hekurosësh pak pandën. Nëse nuk është normale kjo gjëja dhe duhet ta dënojmë. Po presim ndërkombëtarët, si ti presim, çfarë presim nga ata miq të dashur, ma tregoni në 069 27 22 27 2. Gjithashtu, opozitari më falso i Shqipërisë ka reaguar sërish për temën më të rëndë të ditëve të fundit, edhe pse nuk ka qenë protagoniste në mediat shqiptare. Çmimet janë zyrtarisht më të larta se Europa, miq të dashur. Jemi rrot më rrot me Luksemburgun dhe rrot djathi nuk e di, me Londrën, por dje telefonuesi më thanë që një kemi çmimet pak më lartë se Londra dhe të ardhurat aq larg nga Londra sa nuk e di, domethënë, sidoqoftë ka reaguar ai opozitari i flakt dhe falso që ju thash Erion Braçe. Tani që ka marrë mandatin e deputetit, e ndjen shumë peshën e votës. Ta ndjekim pak se çka thon sa është mërzitur për çmimet, ta thua se nuk e di se pse janë këto çmime dhe mbi të gjitha se si një deputet që shquhej për informacionet e tij për bujqësinë dhe blegtorinë shqiptare nuk e di se si e shkatruan prodhimin ton vendas. Ta ndjekim një mishë e tjetër. Është shumë duri. Mund të bësh pazar ditën. Veçanërisht nisën më pesë është shumë duri. 1.100-1.200 lekë domate, 1.100 lekë kastravet, 6.500 lekë qershia, 6.000 lekë fiku, 2.000 lekë nektarina, dhe kështu më radhë. 3.000 lekë gizelet dhe nuk e thonë vjen për shamendrovit. është një histori që nuk kam asnjë lloj sensi. Dhe ka arsye. Arsyet do t'i lexon më poshtë. Rikthehemi miq të dashur pas këtij qëndrimi që e tronditi qeveria nga brenda dhe tani çmimet do bien si me magji, si me dorë. Ne mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Flavio. Përshëndetje. Përshëndetje të mira. Më thoni. Ç'ke kështu? Se mos e trëm nga tërmeti. Po ndërkombëtarëve më Flavio. Ç'a mund presim na prej ndërkombëtarëve? Dëgjoj. Se s'po kuptojmë mirë tash këtë temën. A ti presim, a mos ti presim, a do presim? Tash mi prit do I presim se s'bën. Se s'kemi ç'a bëjmë, ë? Se s'kena ç'a bëjmë, s'kena ka shkojmë. Sepse ne me këta tont s'po merren na vesh. Sepse këta hajduta kriminela janë. Okej. Po ama nuk e di se çfarë po na sjellin, inshallah kush e di. Se me thënë drejtën na sjellin si ata kushurin tan dikur rrobat përdorme nga Greqia me thes. Atë rrise për zotin dhe të fol mirë tamam, të fol. Po thuj, nuk e di se çfarë po na bin edhe ata. Të shohim, po edhe pse ka diskutime, po ama çmimet tona si tha Braçja, mirë foli Braçja, po nuk I din të tana këta se ja bëjnë pazarin gratë. Edhe nuk e din se si është tregu. Se me thënë drejtën ne kena çmime shumë më të larta se sa pse unë kam qenë në Belgjikë edhe jetoj me periudha atje. Po me thënë drejtën të beton këtu kena 2 fishin atjehes. E vërtet është. Se ta marrish 1 kg miell, atje merr me 30 cent. Kurse ne këtu e kena 1200 lek olën demek, që është mielli më I miri. Po pa emra të lutem. Se dim se prej ka vjen se ku bëhet. Sepse se vjen për Jugosllavi, se vjen për Shqipëri ata nuk e dim. Po Shqipëria nuk ka vjen sepse e pash sot. Si do jetë miell për Shqipëri ti s'ke mbjell 1 metër katror grur vitin e kaluar. Po them unë e pash sot në lajme me fjalë grunin që kishin bot shkretet. Sepse nuk ka toka është po s'ka. Po më nuk ka fare grur. Se s'kena ku me miell, se s'kena. Tokat tona janë djerë. Po jo, tokat janë për mrekulli, po. Po s'ka kush I punon më Flavio. Po s'ka leverdi më janë edhe njerëzit që I punojnë, po ja kanë bërë aty është pa leverdishme. Po, du ta ndihmoj shteti me SMT, me naftë, me subvencione, me gjitha, po jo me I lënë shumë. Ore s'ka nevojë fare ta ndihmoj shteti, po strongoj doganën atje dhe mbaroi. Po ti s'ka çamë na bë sepse ne 9 vjetësh punojmë më. Okej.
Kështu desha me thonë si, po I presim I herë, kush e di që bën Zoti, sholla na vinë me kom të marë të ndërkombëtarët. Do zoti. Dakor, zonjë. Faleminderit për telefonatën tuaj. Ju përshëndes, ndërkohë miq të dashur. Majlinda Bufi ka përfunduar në Derexhen e Spajkut, atje ku duhet kishte shkuar shumë më herët, por le ta shohim pak dietë, lutem dyshin çfarë ka thënë. Si ka reaguar, pasi kishte ikë dhe jashtë sa kohë. Për disa të në herë, zonë. Çfarë ju keni Shqipëri bashkiake? Sa serioze, gjante pak me Ajola Xoxhën, por le të risjellim për kujtesën tuaj, miq të dashur, një nga justifikimet më idiote të gjitha kohërave për një vepër korruptive, po nga Majlinda Bufi, treshin lutem thëm për mikrofonin e piranjave në Syri Televizion. Nuk e mbaj mend, s'më kujtohet kështu. Kujtesën e dobët vuaj nga memoria. Po nuk e mbaj mend, vuaj nga memoria. Nuk e mbaj mend, jo, nuk e mbaj mend. Nuk mund t'ju them një gjë që nuk më kujtohet. Në çështje korrupsioni, në fillim vua nga memoria, pastaj nga majasilli. Vazhdojmë me telefonat tjetër, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Juroj për misionin, era parë që po marrë në këtë mision. Mirë se erdhe. Në dhe mjesë gjetën. Unë duhet të denancoj OSHE-n, se gjithë aty bërni mal denancimesh dhe se nërvesh Shqiparit dytin. E vërtet. Po përsëri jemi ashtu banorën e Kodër Kamës. Kodër Kamës, okay. Po, është domethënë që nga muaj janar që ishte problemi për me ardhme pa masit energjisë, askush nuk dërgon. Nuk ka dërguar njëri për të parë masit energjisë. Kanë dërguar domethënë afërfaj për janarin energjitë, domethënë kanë dërguar në 1090 kW. Edhe me 3 muaj tjerë në vazhdim ka pa absolutisht asnjëri në lagje, kanë dërguar me 340 lek, se kur gjoja je abonent shumë për kujdesë ku diu se çfarë termash e vën ata. Edhe kështu që domethënë paguajmë energji pa asnjë lloj principi, asnjë lloj ideet nga OSHE-ja. E kanë kthyer pak në biznes këtë histori në fakt. Po, është shumë shqetësuese dhe këtë jo vetëm që vujnë, por vujnë edhe gjithë tjerë këtu, domethënë, po disa dhe nuk e ndjekin, disa dinas, se si ta ndjekin nuk kanë koncepte shumë. Edhe I bien shkurt. E drejtë. Gjithë kjo është një shqetësim shumë e madh për gjithë këto që janë në Kodër Kamës dhe sa afër lumit Tiranës paktën, jam në lagje ku po ne vim. E kuptoj, do dërgojmë patjetër. Tani që t'jemi sakt me ty, Andi Llabuti sot është në Kamës. Po, Kodër Kamës është më afër, Kodër Kamës me Kamës në ka një farë distance. Kështu që do e kaloj numrin ke Andi. Dakor? Falenderoj gjithë mirët e mision të marrë. Regjia bëheni lidhjen, ju lutem, ndërkohë miq të dashur ne do të vazhdojmë me mesazhet tuaja të cilat kanë mbërritur dhe para se të bëhen të shumta, le të përpiqemi ti përcjellim me një pa humbur kohë. Mirëmëngjes Flavio, ne syt nga Trumpi I kemi, po s'ja kujtuan ta gëzojnë këtë me gjithë fundrinat që ka për qark. Zoti e kujtoft për ne se për Evropën jemi në diktaturë. Edhe kjo e vërtetë është fatkeqësisht. Mirëmëngjes o raket. Pa dashje, Ali Khamenei një llokume tek baraka automike e tërmet që me urisit në Tormov. Po. Delikat fare mesazhi. Mirëmëngjes Flavio. Këto ndërkombëtarët vinë, mbushin thesin dhe pastaj e thyen qafën. Ne o Flavio duhet ngrihemi. Po nuk u ngrit populli, do përsëritet epoka e babait të Lugatit. Ndaj është pyetja, ti presim ndërkombëtarët apo do I jepni drejtim vet? Mirëmëngjes Flavio që nxjerr që mirëmëngjes këtë me 7 fytyra, se me çmimet kanë kohë që po na rjepin. Ndërkombëtarët janë prit gomar të mbi bar, edhe kjo nuk është çudi. Mirëmëngjes Flavio, po ç'na duan ndërkombëtarët për të mbuluar vitet e veta, o popull, për çfarë doni të huajnë? Mbushin xhepat, mbushin barkun, le ti pres Piropali me ballukun, miset e Shqipërisë. Më thot Mira nga Durrësi, dakord Mira. Ndërkohë mirëmëngjes, të njëjtin shqetësim kemi edhe ne, ka 3 vjet që nuk vjen kush me pa macin e energjisë. Është, siç ju thash, biznesi më I mirë I OSHE-s. Me këtë bëjnë lek të vegjlit, se të mëdhenjt bëjnë lek me tenderat edhe me ca gjëra tjera të çuditshme. Vazhdojmë me telefonat tjetër, alo mirëmëngjes.
Alo, mirëmëngjes. Amo, do të dëgjojmë apo? Ka turp? Nuk do. Është akoma i tronditur nga tërmeti. E thash pra, nuk ishte tërmet Peçi, ishte tërmet Kaçi. Vazhdojmë me të tjera mesazhe. Mirëmëngjes Flavio, shumë po na mashtron ky. Po për çfarë bën ky mafiozi? Ç'është kjo më? Një sekond, mirëmëngjes Flavio. More kjo kryebashkiake që vua nga memoria, si ka mundësi që nuk ndihmon qytetarët, por vjedh veç për veten e vet? Po se mban mend që duhet ndihmoj dhe tjerë, duhet i ndaj me shokut lekët. I ka ngelur aty te faza kur ishte infantile dhe ke parasysh fëmijët që për çdo lodër thonë është e ime, kështu dhe puna majlindës. Pastaj thotë memoria. Dhe në fund e dini në fund janë ata që e kanë takimin me mjekun popullor të mërkurave. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Regja, ju prish telefonin, si është puna? Jo, mor. Alo, mirëmëngjes. Ore, për ti fol he burr. Mor, Flavio. Am dëgjon. Të një gjoj shumë fort dhe shumë qartë. Shikot është të se puna. Ku të shikoj? Unë kam pas i daj. Unë kam pas i daj në kohët partisë punës. Edhe ka pas dal pak deficit një 50.000 lekë në kohët e Enverit. Ka pas 7 fëmijë. Okej. Edhe i patën kërku në salë gjyqi 13 muaj ka najnë hetosi. I kërku në atëhere pushkatimin. Edhe, si përfunim e denon 12 vjetë se kishte fëmijë shumë. Okej, bo. E ka bon bulqiz. Tashti, si ka mundësi këtu vidhen me miliona, po. Edhe kanë do denime si nuk janë denime, do më thonë, simbolike. Shumë qesharake. Absolutisht. Edhe, atëre nuk ka se ku. E dyta, thonë atëre Enver ka mori takim me Stalinin. Edhe i tha, si me e mojt, i tha, Enveri, një popull, tha, në nështrum. Filloj e sesh i Stalini. Tha shumë e kollajt. Mos janë një, tha, barkun me buk, edhe maja hunin të kryt. Këta kështu kanë vendosë, më duket me e mojt në nështrum këtë popull. Po mi më skem është dhe jo, që di nuk është. E ka manuali. Tashti, problemi është se këto analista, këto gazetar, unë me të thonë drejtën qysh se e keni hapi, unë jam këtu të syri televizion, i shof lajmet e i shof atë. Faleminderit. Dhe shumë mirë bëjnë, që të shofë shfundja. E përshëndesim zotrin, ndërkohë jemi tallur ndoshta padrejtësisht, ndoshta barbarisht për çështjen e luftës. Ne nuk kemi qenë të shqetësuar. Irani ndoshta ka, ndoshta s'ka bombë bërthamore. Ne kemi 2 atomikët, pirovëngu në mbrojtje dhe Bajram Begaj në sulm. Megjithatë, një njohës i mirë i gjeopolitikës nga ata të vërtetit kishte qëndrimin më interesant që kam dëgjuar për eventualitetin e luftës që prek Shqipërinë, dhe ndërkohë ne kemi këtë qeveri që kemi. Ma jep pak 4 të lutem regjia. Se po të kishte ndërmend të lufton. Ka mundi për paqe, jo për luftë. Jo, të paktën do kishte
Kujtoj ky zotëria me që është dhe ditë tërmeti sot, Benet Beci për shembull është mësuar aq shumë duke holluar llogarit sa kishte vjedhur edhe ke betoni shtëpisë vet, kështu që te tërmeti i parë ju prish shtëpia një kaçe, vetmja shtëpi një kaçe në historinë e njerëzimit që është rrëzuar nga internet 5.5 ball. Edhe këta kanë vjedhur dhe vend strehimet e veta, kështu që pora lufta me vrap o burra se nuk është mirë situata. Ndërkohë, miq të dashur, vazhdon procesi i rinumërimit edhe pse ka një defekt të madh, nuk kontrollohen materialet zgjedhore. Ndaj është pak e vështirë për të kuptuar realisht se cila është përmasa e vërtet e abuzimit, sidoqoftë tension ka pasur ditën e djeshme me deputetin Aslan Dogjani. Dhe do doja ta ndiqnim në këto momente se si do duhet ishin në fakt dhe shumë deputet të tjerë të opozitës duke kërkuar atje llogari për çdo kokër vote që qytetarët kanë dhënë në mbështetje të tyre. Mi bën 5, mi bën 4, mi bën. Hajde shipe sa e qartë është. Ashtë në rrëzu për polici parë, hajde shipe, është e pa qartë vota, 10 vota tjera në kërë polici. Vëmu për presion me policinë. Jeni vota, hajtuta. Nuk është herë e parë, gjitha të vota në këni vjetë dhe tani. 4, 5, 4, 2, 4, 5, në të gjitha të tjit e votimit. Do përri mos të talë me vota me qytetarë. Sepse kemi ditë e nalë qëllim këtu. Hajde shime si ka shprej mundetit. Hajde shime. Hajde shime si ka shprej mundetit qytetarë. Me pas drejt me heq vota ti. Nuk je i pari. Nuk është vote e pari. Ju me një heq vota nuk ka 4-5 çdo sekundë. Tu ka edhe shlini me fute edhe vëzgus. 4 vëzgus kanë fut. Turp keni, do t'i marrë të gjitha dingër dy për një. Do t'i qojmë shpak, do t'i qejmë çdo votë që ma keni marrë ju. Ku është shprej vullnet tu? Për tjerë të shprej për një shprejta. Turp kesh i gjithë. Turp. Shumë kesh që bësh. Nuk do të bësh kesh i drejt të gjithë zotëri. Nuk kërkoj asën në benefiti. I drejt, hajde të kërkoj. Ja t'ju atërgoj votën që të qedjes. Kesh i drejt me çdo gjë kesh i drejt. Hajde të hapim votën, djerë dhe të tani me shëmë vullnet. Taleni, ja vota. Urdhose si talën ta, ja. E ka shprej vullnetin, këtu është në kompjuter, në telefon po të shipet, më qartë, ja ku ka shprej vullnetin. Ka dal pak, via ku e ka bërë qytetari në cep, shive, e ka shprej vullnetin. Dhe ky, e di se sa vota, 4 në i qender, 5 në i qender, 3, 4, 5 shikonin sistem se si i kanë marrë. Edhe kur janë votat për bri kandidatit, i heqin ta pavlefshme. Pse? Sepse kanë marrë orientim që ta bëjnë sikur ka qenë një lloj, sepse u kemi prish terezin këtyre. Këtyre këtu kanë dashur me shku me pushime. Dhe jo është prish terezia. Njerëzit vuajnë ndërsa këto kanë hallin me shku me pushime. Ja, këtu Rusmali me gjithë këto, me disa të tjerë. Shikojni, nuk është vota e parë, shikojni në sistem se sa vota po marrin. Kjo është situata, por ndërkohë një pjesë tjetër e opozitës ka vepruar në Këshillin e Europës dhe do doja të ndiqnim në këtë çast në fakt para se të shohim videon e Albana Vokshit, lejomni të përcjell disa mesazhe. Moj Evropë, si s'ma gjete një rrugë tjetër. Si ka qenë kënga, mirëmëngjes Flavio, e kam thënë dhe po e them përsëri, Europa do vonojë sigurisht antarësimin, por nuk ka ç'të bëjmë më tepër për zgjedhjet dhe Rama do vazhdojë në tijën. Amerika është e vetmja që mund ta bëjë ndryshimin. Siç bën në 96 në favor të PS-s, ta bëj tani në favor të shqiptarëve dhe PD mos njoh zgjedhjet dhe popullit të ngrihet. Të presim nga ndërkombëtarët, po shihni çfarë po u bëjnë nga linja e mesme bashkëpunëtor me Izraelin në Krim. Avash, me gjykim avash se është çik larg për ta ditur se ç'po bëjmë. Mirëmëngjes, në mos e paçim parë deri më sot ndërkombëtarët hatan që është bërë këtu, nuk kemi maça me i prit. Të ngrimin në këmbë vetë, askush nuk na bën derman përveç vetes. Mirëmëngjes Flavio, ndërkombëtarët ose paqedashësit po vinë, kanë marrë me vete çanta, do t'i mbushin dhe do ikin. Ne po kështu do ngelim. A e pjatë bashkiakën Malinda sa me si të gjithë sillen si autoritar, por në fakt ata nuk duan me ditë aq shumë, po vjedhin sa ne i dukemi miza. E vërtet është dhe kjo. Viktori nga Varezëm thotë si ka mundësi që Irani lëshojë shumë raketa në Izrael dhe nuk i lëshojë një nga
po ç'pun ka Irani, ç'pun ka Teherani me Tiranën, mos bëni kështu gabimesh. Mirëmëngjes Flavio, si i moshës tretë që jam menduar t'ju drejtoj një pyetje. Sikur generali të botës Trump t'i kërkojmë të bëhemi një shtet shqiptar-amerikan në Ballkan, dua të di mendimin tuaj sepse unë besoj tek ti. Ne jemi një shtet shqiptar-amerikan në Ballkan. Thjesht nuk kemi yllin ke flamuri i Amerikës, po për çdo gjë tjetër jemi urdhëro si urdhëro. Mirëmëngjes, Otrim nga Gim Rogozhinsi, ndërkombëtarëve ju i përshëndesim me stafet gjitsin, thotë ndërkombëtarët. Mendimi im është që ky popull duhet çohet dhe mos nështrohet sepse ky bleu me Gonigalin, këta gjithë me Gonigale janë, me Gonigeller. Mirëmëngjes, po nuk i dolën vetë për Zot. Ndërkombëtarët nuk do bëjnë asgjë si nuk kanë bërë për 12 vjet me radhë. Po pritëm të vi komshiu të rregullojë familjen, lumi që na mori ashtu është edhe shteti, një familje madhe që Zot ka popullin. Ndërkombëtarët i morën vesh probleme, tani duhet revolucion dhe ata nuk kanë drejt thonë, po pse po reagoni kështu. Ati Erion Braçës thuaj merr 3,5 milionë në muaj mos dil ti bësh këshillik popullit me këto video. Qeveria jote është, o Braçe, sa për çmimet në Gjermani, vaj gjellës 1,4 euro. Pagu makarona 55 cent, 55 cent pagu makarona. Këtu është 2.500-3.000 lek. Interesante shumë. Gjofse nuk do plasi stomaku, do më thënë. Ndërkohë, rroga minimale 2.000 euro. Nëna ime në Shqipëri merr 100 euro dhe çmimet në stratosferë. Ditë të mbarë dhe se di pse për kohë të fundit kanë filluar të dyshojë dhe të opozita. Ja, s'ka nevojë për dyshuar të opozita, është thjesht fuqia e madhe e mazhorancës që bën duket ashtu. Tërmet Peçi, Tërmet Peçi. Nuk e themi dot këtë mesazhin për Tërmet Peçin poshtë urës. Ndërkohë, mirëmëngjes Flavio, Shqipërinë mori Rama, i vu zjarr, prite shqiptar ndërkombëtarin se po vjen krimi droga Rama po kërcen, gjithë Shqipërinë po e rrafshon. Ishte pak lëmsh kjo poezia, veçanërisht skema e rimës, po nuk ka problem. Ne të pranojmë si e vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Më thuaj. Por temën do flas. Fol. Atë presim nga ndërkombëtarët. Po dhe do presim, sepse është instaluar një regjim që na importun, nuk e sollën vetë. Dhe ky regjim nuk është për ta shpërfillur, hajse edhe zonë ky popull, ta ka instalu krimin në çdo qendis, ta ka fut në çdo familje shqiptare rekrutimin. Si që ka kjo, hajde iqe. Sa e të ngreshim ne në për protesta, hajde ngreshim ndërkombëtarët, në ambasadat që kanë këtu, mos dini që takon keni dhunë se po dishim i pen aty. Kështu që nuk është për ta shpërfillë, sepse nuk e ke luftën e Edi Rama këtu. Edi Rama është ushtari Sorosit, e kërme mafin sorosiane, është e fuqishme. Nuk mund t'ja japë çdo ti popullit bujtur, ikti ne ta thollëm ti iqe. Me qa mjetësh, ja kemi një Sali Berishës, është dhe botrore. Që këto tashi, me këto hajdurat e votave, që i përdorën zjedhje, po i përdorin ke faqja Sali Berishës. Me lloj fjallori. Pa hapësh faqen e Berishës, të gjithë patronazistët ja kam mësyn Berishës. Dhe kjo nuk është nga ignoranca. Kjo është një qëllim. Për të thënë që ky njeriu rrehet. Ky është populli shqiptar. Janë me gur brasin dyzoj këto. Nuk është për ta shpërfillë. Çdo gjë këto e kanë të programuar. Ti shipe çfarë ndodh Bregdet. Isha dje në Golem dhe morën i heqë zonet një opozitari. Që ka 30 vjet aty. Ndërsa pallatet, ato hotelet e krimit, i kanë dhënë dhe rërën, dhe popullin e kanë qitë për shek. Nuk mu do të një qatë se vritës me bandat. Stëlen. Vjen ajo Kumparo, e shoqëron edhe ky, kryetari bashkisë tonë. Kumparon, edhe thot ajo, 8 metra këshu, kaq ashtu, lëshon llafin edhe ikën. Asgjë nuk zbatohet. Çdo gjë bëhet për propagandë. Brenda është krimi, është banda. Qëllon t'jen. Dakor, zonjë, faleminderit, përshëndesim zonjën, ndërkohë mirëmëngjes Flavio thot një mesazh, ndërkombëtarët i thyen Edi Rama dhe bëjnë një raport as mish, as peshk. Ndërsa për presidentin rëndësi ka që e pinte kafen pa sheqer se tha jam sheqer vet.
E ka thënë me vërtet këtë? Regjia? Bajram Begaj ka thënë me vërtet që jam sheqer vet? Nuk e di pse më ka shpëtuar, por nuk më çudit kjo gjëja. Duket si deklarat që mund ta bëj. E patë kur kishte shkuar një vizitë, ishte i vetmi që rrinte ke tavolina koktejlit. Po dëndej aty sikur kishte 3 ditë pa ngrënë. Ndërkohë ta dëgjojmë pak Vokshin në Këshillin e Evropës, lutem shtatën, regjia. Mëse u bëtë si Ylli Rakipi, më patë sa i nxehur ishte. Hajde shtatën, lutem. Kam marrë pjesë në shumë zgjedhje, por kurrë nuk kam përjetuar atë që pash këtë herë. Në Vor u kërcënova në mes të ditës nga kriminal të dënuar për vrasje dhe trafik droge. Vajza ime gjithashtu u kërcënua, pavarësisht telefonatave policisë së shtetit, si edhe kallëzimeve zyrtare në SPAK, askush nuk veproi. Ata kriminal janë ende të lirë ndërsa unë druhem çdo ditë derisa fëmijët të kthehen në shtëpi. Sorry. Till my daughter comes home. So, I ask again. Prandaj ju pyes sërish, a janë këto zgjedhje të lira kur kandidatët gra përballen me kartele dhe jo me parti politike? Unë nuk hyra në politikë për të mbajtur armë. Kjo është pyetja, ndërkohë t'i presim ndërkombëtarët. Po varet që quajmë ndërkombëtar, thotë një mesazh. Këta europianë që nuk i zuri njëri për të gjallë në këtë konfliktin që po ndodh. Këta trimërohen dhe përshkullisin me vendesin e. Justifikojnë karriget që ulen dhe duhet mbushin këto sallat që i kanë bërë me milionat e taksapaguesve europianë, të cilët po i varfërojnë. Europianët që bëjnë pazar me kinezë lobist, sorosiste e terrorist. Ndërkombëtar është vetëm Amerika, që i nxorri zbuluar globalistët europianë, bombardoi dhe nuk llogariti për të gjallë. Shpresa është tek ky lloj ndërkombëtari. Absolutisht e drejtë. Mirëpresim i telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Jo, përshëndes edhe të shkura një herë ti dhe inshallah shërosh më shpejti, po ky shërimi i popullit nuk do ta gjej kurrë, sepse kjo metodë që kur është kriju, kur ka filluar demokracia, është ajo ai llafi që del aty urshaj të shaj, punat në vejnë mbaj, populli do ta haj, rogën e tyra ta kanë 3.000, 5.000, 10.000 euro, populli 0. Nuk do të dirë fare, populli ka ngelur tamem si ata zagartë mi këtu që presin për të dhenë ai copë bukë. Konciz mesazhi juaj, zotëri, faleminderit për telefonatën. E përshëndesim, mirëmëngjes. Flavë, kam një pyetje për kuriozitet. Sa është nafta benzina në Shqipëri? Këtu në Bergamo është 1.57, nafta 1.54. Respekte. Këtu duhet të jetë 1.8. Aq, 1.75 në pika caktuara, 1.8 mesatarja. Për të dyja. Po ne ku pyesim ne për çmim nafte, çmim nuk zgjati dhe një 2 ditë, nuk u blokua ngushtica Ormuzit, ta shifjeti 3.000 lek për herë të parë, 5.000 lek naftën për herë të parë, po nese shpëtuam, ndaj i meritoni ca reklama, beshaka i meritojmë dhe t'i falenderojmë ata që i mbështesin këtë emision në këtë kohë.